Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonte me ne është Besnik Dobreci, nga qyteti Vancouver, apo Besnik? Ashtu është. Besnik, mirë se erdhët në Albanian Oda Podcast. Mirë se ju gjeta. Është një arsye pse je këtu në Toronto. Me profesion jeni polic, edhe e di që keni pas një event këtu dje, është bërë inaugurimi i shoqatës së policëve shqiptar të Kanadas, edhe ma thuaj si shkoj e event dje. Tepër bukur. Ishim në konsulatën e Kosovës, thirrur nga zotëri Kadri Dakaj. Ishim mbledhur ndoshta 40-50 vet. Ishim disa polic, jo të gjithë, mirë po kaluam diçka tepër bukur. Unë gëzom që erdhe këtu, fatkeqësisht dje nuk mund të isha aty, por me rëndësi është që sot je këtu në odën tonë për këtë intervistë që e kem folë shumë herët. Ne do kthehemi tek biseda e shoqatës, po është një histori interesante Besnik, ke darë shumë djalë i ri në Kanada. Na thuaj sa vjeç e ke qenë kur erdhe këtu? 19 vjeçar. Tepër i ri. Menjëherë mas shkollës mesme, u regjistrova në një fakultet në Vancouver, me ndihmën e Agjes tem, Agjes Gjergj, edhe halës tem, halës Marie. Ishte viti 1991, pak para, një 2 muaj para se më fillu lufta nalt atje në Sloveni, nëse të kujtohet. Po. Ja nisin bombardimet në Sloveni, një luftë e shkurtke. Po. Mirë po unë erdha në Kanadë 2 muaj para se më fillu lufta. Si u mora i vendim? Të kujtohet, pse marrë me studiu në Kanada? Ishte ndoshta edhe Xhaxhi që ndikoi, Agja jota, apo si o mavi? Po. Unë aplikova në fakultetin e mjekësisë në Prishtinë, mirë po nuk u pranova. Babën kam pas mjek. Po. Ka ndrur jetë, mirë po kam pas mjek, edhe ai nuk donte intervenante. Po si është e mundur, më fal, babi jot Sim Dobreci, Po. një ndër mjekët më të famshëm në atë kohë në Kosovë. Po. Ka qenë dermatolog, do flasim më për babi. Po. Si babi tha nuk du me intervenu. Ja, asesi, ja. Se ai ka qenë një njeri me integritet. Kur s'ka dash me intervenu, nëse meriton, pranosh. Ashtu më ka thonë prej fillimit, edhe tash, unë kur e kqyri, tash përpara, hindsight, si thotë në anglisht, e ka pas drejt. Unë ishtë dash vetë me punu ma shumë, me mësu ma shumë, mirë po, s'muna me fajsu kërkan. E kuptoj, po, është që e ka ndër kursin e jetës. Po se. Një vendim i tillë. Po se. A thua vallë, nëse ishe pranu në fakultet në atë kohë. Sigurisht s'kisha në Kanadë. Po, ashtu është. Unë mendoj gjithë që sendet ndodhin për një arsye. Unë jam e bindur që ajo ka ndodhur për një arsye për marrë në Kanadë, me pas këtë jetë që kam pas, këtë karrierë që kam pas që e du shumë, edhe me ndihmu popullin tem sa ma shumë. Ajo ka qenë arsyeja kryesore e themelimit të shoqatës, që sa po folet edhe ju, shoqatës shqiptaro-kanadeze të zbatimit të ligjit, që i përfshin gjithë shqiptarë, pa marrë parasysh Nga çdo trev. Pa marrë parasysh cilët trevje, nëse ke preardhje shqiptare, je antar i shoqatës tonë. Kjo është si e thonë anglisht, law enforcement. Po. Personal. Po. Atë sigurisht që janë në policinë çdo nivel, provincial, federal. Po. Jo vetëm polici, mirë po edhe në CBSA, që thonë Canada Border Services Agency, corrections në përburgje, punonjësit e burgut. Si gardian të burgut. Po, gardian të burgut. SIS-ës, çdo organizat që ka zbatues ligjit, zbatimit ligjit. SIS-a ka shqiptar që punojnë për SIS-ës? Deri tash ende s'kemi gjetë, mirë po shpresojmë. Ka mundësi edhe që ka. Po, shqiptarët janë gjithka. Si hithat. Çdo ditë jera të gjetë shqiptar ose shqiptare, 33-a,
kështu që shpresoj që kanë pas shumë më shumë. Për ata që se dinë, CSIS është agjencia njëjtë si CIA që është në Amerikë. Canada Security Intelligence Service, i thonë anglisht, është po e ngjashme. Me thonë, nuk është bashkë njësoj, mirë po e ngjashme. Du më kthy në Prishtinë atë kohë. Po. Shkollën e mesme ku e ke kry? Shkollën mesme e kreva në shkollën e mjekësisë. Aty te Rrethi. Te Rrethi. Po, te Rrethi, famshëm. 4 vite kam kalu aty. Kam do kujtime tepër të bukura. 2 vitet e parë s'kam mësuar shumë, edhe për ato e kam pagu si soprano. Po, është si thash, për parë është faji jem. Kur më ranë në mend ke pak tepër vonë, mirë po me të vërtet i kam do kujtime tepër të bukura, me shoqni. Atëherë edhe ka më duket ka fundi vitit 3 diku, u qelë edhe kurrizi, të kujtojë kurrizi. U më kujtojë, ju kon shumë fminë atë ku. Ju kon domon, kru qelë kurrizi. Për ata që se dinë, dëgjues shqiptar ku do të qenë, kurrizi ka qenë një vend në Dardani, ku hapen shumë lokale ndryshme, ishte si më thonë një zonë me, si ta quajmë, këta i thojnë plaza, po s'është plaza, se ishte ngjitur me ndërtesa. Po, si ku tunel. fillun si tunel, u hapen shumë kafiqa, si thojnë në Kosovë. Po. Edhe ajo ishte një vend që mbledheshin gjithë rinia aty. Ti e marrë me shumë mirë. Kretë rinia. Për çdo mramje, sidomos premteve, shtundeve, aty u bonte s'mush as me ecë. Në maj mend. Gjithë peshim cigare, u bëjke tëm, liresh mush me prej me thik timin. Mirë po, aty u mledhshim krejt. Kretë i na mledh, kam do kujtime tepër të bukura. Besnik atë kujtohet bluza lej? Bluza, po mërësja, po se. I zoti va. Po, mandi. Ishte në fillim ka qenë. Po. Ku është ora, kurën, Po. ka qenë pjesa që ka qenë fusha për ball, aty më duket ka qenë bluza lej, pastaj futesh u kon Hani dy Robertve, Po. u kon Papilloni. Ka pas Kairosi, Dandi, Piramida. Boja, që ako një kafiq ma poshtë aty. Po. Kanë qenë vende shumë të vogla, më kujtohet Dandi, në Dandi rrishim na shumë, shoqënia jonë tepër vendi vogël, ishte 2 kaç, mirë po aty ndoshta vend për 20 vet, mirë po ne bojshim ka 100 vet. 100, po, si sardina. Si sardina, që ashtu. Ata kamerierët, jo kon famshëm sa me 3 gota ato hecë të shërbi. Lulje, Leonardi, ishin do shok tepër të mirë, jena knaqë. Me gjithë se situata s'ka qenë e mirë. Nuk e vërtet. Po, se këna qenë në Serbinë, të shtypën gjithë, mirë po prapë se prapë. Ajo nga viti 84-5 kur qelë, s'u kujtohet saksisht kurrizi. Apo 86, se nuk e di këtë. Ka fundi viteve 80 është qelë. Po, ja 86, ja 87. Po, nuk kujtohet. Kërkoj falje se ish dash me ditë këtë informacion, po ja që edhe jam pjesë e një grupit që një shok në Prishtinë e ka bo në Facebook për kurrizin, për nejat e Prishtinës. E di që në atë kohë ishte senzacion kur u hap, edhe gjithë rinia e Prishtinës vishin aty, boshin deja partit që i thishin zhurka. Po, ka pas muzika u kon qelsi i krejt muhabetit, se ke pas lloj muzike të çfarë do kafiqi, ka pas muzikën stilin e vet për shembull. Ku kanë shkuar bluza leu më dëgju një lloj muzikës, në Papillon ndryshe, Hani dy Robert. Secili ka mujt me gjithë vetën. Ashtu është. Edhe ka qenë vend takim i gjithë rinisë Prishtinës që kanë pas qef, kanë qenë progresist, kanë qenë njerëz të artit, kulturës që kanë dashur jetën, edhe pse gjithmonë i kanë pas ato kordonet e policisë në fillim atje te ora, edhe atje në fund, sidomos më vitit 89-91 ajo kohë ka qenë të merr. Ndoshta pak më herët u kon pak më bot, po më kujtohet që i thëshin racia, që për ata që se kuptojnë, racia është kur futet njësia speciale ose policë, edhe i hishin komplet, i kontrollojshin kafiqin, bile ka njerëz që i kanë marrë i kanë qenë ushtar vitin 91-92 aty, që kanë qenë listë. Po ajo ka qenë njëra ndër arsyet kryesore, nduket që shumë rinia e moshës teme në atë kohë kanë shkuar në shtete tjera për me iku ushtrisë. Unë erdha këtu për shkollim, mirë po edhe arsyeja tjetër ka qenë që s'kam dashur me shku në ushtri.
në ushtrin e Jugosllavisë nuk ndosh me shërbi E ke pas kohën për me ik. Po. E pa të kryer regrutimin që i thonë me shku testet me bo? Po, shkova. Vetëm e ke prit kur do të çojnë. Po, Ajo shkova. kohë rrezik në atë kohë. Po, kur nuk pranon në fakultetin e mjekësisë, atëherë ja nisën me mu tut, se mos po vi me marr. Edhe u regjistrova me një fakultet, më duket fakultetin e bujqësisë, si më kujtohet, veç për me marr pasaportën e Jugosllavisë. Se për ndryshe nuk isha mujt me ik. Në atë kohë ka mujt ende më Se ke mujt me shty, po ke mujt me shty ushtrin mas fakultetin nëse je regjistru në fakultet. Po kanë qenë disa regla. Mu desh mu regjistru dikon, se s'mujtëm regjistru në fakultetin e mjekësisë, si qëtash, u regjistrova në fakultetin e bujqësisë, e ndërkohë aplikova për pasaporta, e që ashtu me të njofshëm me intervenca... Ne mujt me ardhë në Kanadë. Po, se i pata këto sponsorimin e pata, veç më desh pasaporta. Babi shumë pari morë, tha, jo, tha, nuk intervenaja. Ja, asese, ja, kurshish. Na folë për babin, pak. Kush ka qenë Sim Dobreci? Po, Sim Dobreci. Sim, a gjithmonë thoj ke Sim John Dobreci, se gjithë e ka pas, e ka respektu babën e ti shumë. Edhe baba ti ka qenë shumë përparimtare, s'ka pas kur fa shkollas, as shkollë të fillore, as kur gjë, po foli për babën e babës tem. Bab gjyshja. Po, bab gjyshja. Ai e ka mësu vetën, që me shkrujt në Shqip, edhe me lexu në Shqip, sa nuk ka ditë. Baba ka qenë 3 vllazë, kanë qenë edhe një motër. Motra e babës, halash gjallë, në Vancouver. Maria ishte, Maria, Halla. po, Halla Maria. Është si nana jeme. Po, shumë familje varmë ka qenë. Më kallëzoj ke baba më kujtohet, shpinë e kam pas 2 kaq, nalt këtë fjeqin bashkë me një dhomë, poshtë kishin kafsht. Po, kështu ka qenë. Po, edhe gjithashtu më kujtohet që kur fleshin, më kallëzoj ke baba, kur fleshin kishin edhe pleshta prej kafshve. Po. Ashtu fleshin. Do më thonë shumë për ditët e sot me është diçka të mërshme. Kur ka lind babi? Çfarë po flasim kështu? 1934 në ka lind. Do mos studimet babi ka fillu të kënë vitet 50, ashtu i bie. Po, që ashtu i shka, po. 56-7 në atë kohë. Ai ka studiu në Beograd. Mjekësin, ha? Po, mjekësin, dermatologjin. Mandej ka ardhe në Kanadë në atë kohë. 1974-ën, krejt familja kena ardhe në Kanadë, në Vancouver. 1974, dhe më thonë baba, nana dhe na 3 vllazët. Qa, kini janë vizit ju, te Agja. Baba ka ardhë për me shku në Universitetin e British Columbia për 1 vjet si praktikum në dermatologji. Dhe më thonë anime... Basi që ka përfundu fakultetin Beograd. Po, ashtu është. E mandej ka nejtë këtu 1 vjet edhe ka mujt me nejtë në Kanadë, për gjithë. Mirë po, baba ka qenë shumë patriot, shumë e ka dash vendin e vetë, i ka dash shqiptarë shumë. Me ndajt në Kanadë nuk i ka doke arsyshme, ka dash mi rritë fëmit në Kosovë. Kosovë edhe në Malzi, se babën e nani kam prej rrethinës Ulqinit. Cilit vend saksisht? Emnin Katundje ka Bratic, është bashkë në hymjet Ulqinit. Nga cile anë kur thunë hymjet Ulqinit? Po të hymjet Ulqinit është ka të shku Kativari, jo të shku ka Shqipnia, po në kundërt. Të shku Kativari. Do më një dalje të Ulqinit të shku drejtë në Tivarit. Ashtu është, po. Në djathë me njerë shijet. A ka ende shqiptar aty? Po, ka. Ka shqiptar, mirë po, si në gjitha viset dhe katunde shqiptare, ka ndalë shumë. Rinia ka ikë, tash kanë me të shumica, fatkesisht, kanë me të shumica pleq. Po, pleq. Me bujtësi jo marë shumë për para, tash edhe me bujtësi nuk po mirën shumë. Sa është larkë prej Ulqinit shtu me kilometre? Katundi është në hymje. Në hymje, me njerë. Katundi parë të shku drejt Tivarit është Bratica. Katundi parë. Tash, aty janë krejt shqiptarë. Po, me saj dion krejt janë shqiptarë. Mund me qenë që ka nërdo... Ma vonë. Po, ma vonë prej
prej dovisëve tjera të Malit Zi. Shqiptar apo malazez? Malazez. Nëse ato të janë shqiptar. Po. Është debat, se dim, nuk e din. Ku shërit e tu? Po shumica janë shqiptarë, shumica janë prej rajonit të Shestanit, që është në rrethinën e liçenit Shkodrës. Është një rajon i thonë Shestan, aty pra atyt e kena preardhjena. Na preardhjen e kena bashkë prej Katundit Dobrec, që është në rajonin e Shestan, rajonin e Krajës. Kraja. Po nanën e kundër domthon nga pjesa tash teknike Malit Zi. Malit Zi, ashtu është. Mehmet Kraja vjen nga aty shkrimtari. Ajo pjesa aty. Ka shumë kraje që me mbiemin Kraja. Për ati Katuni jena Dobreci dhe kena marrë mbiemin Dobreci prej ati Katuni. Tash, më thuj pse Axha ka i ka a din storin? Po, është për shkaqe ekonomike. Si që thashtë më parë, ka qenë familje shumë e varfën, edhe shumë gjeneratës ti në atë kohë, ka nik për shkak me kriju familje. Po, me kriju familje, me gjithë, me jetu ma mirë, sa ashtu me të vërtet është shumë vështirësi kam pas me jetu ashtu, si e përshkrua më parë, që si mund me jetu ashtu, kështu që shumica pati një në për Amerikë, ky ka shku njerë, më duket që ka shku në Itali njerë, si më kujtohet, mandej edhe një 2-3 vende në Evropë, mandej ka shku në pjesën e lindore, më duket të Kanadës, mandej ka përfundu në Vancouver. Ai ka qenë i pari që është vendos në Vancouver për familjes tonë. Se unë kur kom shku në 1991 në Vancouver, shumë pak shqiptar ka pas. Ndoshta 20 familje, krejt. E keti kena njoft njëri tjetër. Keti shkojshim të ata vishin të na. Mirë, po tash ka ma shumë. Tash ka besoj që ma shumë se 2000 diko, nuk ka ma shumë. Dhe Axha ka familje atje, sigurisht. Kalon fëmijë. Po, kalon fëmijë. Edhe Halla Marie ka qenë martuar, edhe ka familje. Edhe ka familje. Spaku e kanë pas një nip ata. Po. Djalin e Esimes që ka. Po, ashtu është. Një lidhje familjare. Ashtu është. Po, pa ndihmën e tyre, unë s'kisha mujt me mbjetu. Do të me pas, falenderoj shumë edhe Axhën Gjergj edhe Hallën Maria, dhe i kom pas si prind të mi. Që në gjinë për gjerë një për kujdes. Shumë. Qështu ka do këtë kanada kur janë atë? Në fillim si i ri, më ka do si aventurë, me të kazu drejten. Se ja nisa mu shëshnju me, se shko me një kolegj studentave internacional. Kështu që mu duk shumë interesant, se për parë ku i në rritë në Prishtina, veç me shqiptari në shëshnju, me kërkon tjetër. As me sërpsi në shëshnju, kurse në sheshin se mos gaboni më shëshnju me e këna pas një farë presioni. Po konë presioni edhe prej tërnë edhe prej neve dhe na e na rujt për tërnë, ata prej ne edhe nuk ka pas na i dashnim o ne respekt atë. Ashtu është. Ata i kanë pas kafiqat e tërnë, na i këna pas kafiqat tonë, si na përzi. Shumicën e rasteve. Po, kur erë dhe këtu, këtë ndryshe. Kultura kanadeze, si që dinë edhe ju, është shumë multikulti, shok jem të gjithë multikulti, shulci, shok jem. Po, mu dok shumë interesant, njerë fillim janë isa më shëshnu shumë me gjitha racat, pa marë parasysh prej kajt ishin. Për ty ka qenë një avanturë e mirë. Po, në fillim. Kur vjen një ri fillim. Po, kur vjen fillim do këtë interesant, gjuhën se kom ditë gjuhën, si gjithë, se me muzik anglisht e na rrit. Po. Me film anglisht, shumë, do me thonë e kom ditë pak anglisht, po prapë më ka dash me shku në këtë shkollën ESL, që thonë English as a Second Language. Po. Shkova vitin e parë, mu dok shumë interesant. Veç më ndej, të kalu koha, ja nisë me marë mali për Prishtinë, për shokët e mi që jam rrit me ta, për familjen teme,
Për burekun. Po, për burekun që bapat. Ne pasën tove, qojnë, që i thona qojnë. Ato janë të mërshme, ato nevoja, ata se din, veç aj që jo jashtë e kupton atë nevojë. Kur shkojnë Kosovë, thëmë, shkoj drejt të meqa, është një qebaptore të Gjakova vjetër, të qafa. Edhe pre aeroportit shkoj drejt aty. Motra, po drejke gati, oj motra, mos bëni drejk, më ka marrë malli më ngurë të qofte. Ha, nese drejkët. I thiri ata shokt, edhe ajo era qofte, era e kësaj pitalkës që i thojnë ana, si pita, pitalka. Ajo është, aj krybiberi në një jogurt. Se për shamë këtu, asë jogurti s'ka. Ose ka ajran, ose ka kos. Amo jogurti është in between. Domon, asë është ajran, të lalë që i thojnë dhallë në gjutë standarde shqipe, për ndryshe lufra është një dhallë, është e famshme në Shqipëni, është dheqa, është s'ka pije freskuse ma të mirë, po jogurt nuk ka këtu. Më neve na merë malli, Shumë. Edhe mi thonë dikuj qysh, o zot, se na shkojmë që për shemë këtu i kem do venda ku mu i me hongër. E bom për shemë Baci Bahardin, është Old Mill Bakery, është qofte fantastike, janë stilit Prizrenit, me Magdanoze, me është shumë e mirë, po në fundit e ka shien, prapë si ati po mishin e kojnë. Yndyrë. Gjithë shka o pak ma ndryshe. Edhe pse e një njerën, ose janë këto Edin Elvini, është që nga kanë dimu e falenderojnë publikisht, edhe Bacin Bahardin, edhe djajnë e ti Nazlimin, Old Mill Bakery, po është edhe një Ymer Hoti që shetë sugjukën e Gjakovës. Ka erën krejtoj njëtë si me të këtu në Gjakovë. Po ku shkon atje me hongër ma ndryshe. Edhe atje varet ku, dihet, se nuk janë krejt që e kanë të njëjtë, po për shamë une meqa, kështu më shpirti për ato. është një nostalgji, tu tjetër ka marrë malli habitit e qysh. Po, ushimi ka një emocion përveç e nevoj biologike, fizike. Ti bjerë edhe kujtimet. Kujtimet, era që e Prishtinës. Te di shumë mirë në mas shkollës mesme, po më nëjë gjatë shkollës mesme, në falë, kër ju konë pauzët që ju kryë, ju një shkuna për kafi, që aty ku keni hongër, ose na i burek. Burek i Bosnës? Po, halojnë. Abac. Na i këshim prej orës, me shku me hongër bureka në Bosnë. Bosnë. Ka postë. Halo shjene ka që është. Po, shumë. Shkoj sërë, shkoj, po, për që di vere se mbyllin ata, bashkë mu i ngusht kur t'jena pushim, thash, ti bënen mene shtator na i, ose ka fillimi qershorit pushimin vjetor, mësim shini nga gurbecar dhe i marrë e nga rakin, ku shkova një më shetash. Si Brinota. A jenë veti më lo. Kjo kryon një nevoj, një nostalgji besnik edhe, për zotin vetë ata që jetojnë jashtë një kod gjatë, e kuptojnë. Po. Ka dhimbje, ka nostalgji. Se tash kur plot për qofte, ti folë për venin, folë edhe për shokt, folë për ato neja që ju bo, se këto komplet ndryshe. Këto edhe rryma që thojnë atë dritat, korenti, elektriciteti është 120 watt, nuk o 220. Që s'ka ndryshe. Ajo nostalgjia të këput. Mund këput për veti. Kur mbi me ndosenën. Përse tonë, si shtash, kur edhe në Altenitën, unë s'ko mujtë më këtu i dhe në 96-ën. Do më tonë 5 vjetë kom qenë këto, para se më këtu i prapë. Se atëherë janë nisi lufta, Jugoslavia nisi më shkëput Jugoslavia, në s'mujta më këtu e s'patas pasaportën kanadeze, me pasaport Jugoslavisë nuk dojsha më këtu, se u të që mos po marrin në ushtëri. Po, është e vërtetë, ka mujtë me të kapë. Po, mas 95 si mon kërë mbylla e Daytoni, neve në lajnë anash, Kosovën, edhe aty u kryu një farë vakumi që me pa që nuk po zgjidhet çështja në Kosovë, dhe fillun lëvizjet të ma hershme që kanë qenë lëvizjet e rezistencës, të qekës, po veç u ko një periudhë që i ke mujtë me ardhë. Po dhe aty varsisht ku shukon kufi, ka mujtë me të kapaj, me të qudikun. Po, që është? Lete kam pas, dore kam pas. Po, që është? Po, deri sa e mora pasaportën, s'deshta më këty. I këty me pasaport kanadeze. Po. Qështu do kur shkova? Nejta sa një 4 javë në Kosovë, gjithë mojnë menë që atë 1996, gjithë, se i takova shokët e mi, që jom rrit me ta,
babën, nanën, vllaznit, pa ta kalu diçka tepër mirë. Kur s'kom kalu qaq mirë njetë. Çdo ditë e ke shiu, kështu. Për 5 vjet. Pa të marrë malli tepër, shumë. E di, unë ma gjazhit jem këthy për e parë. Shumë e randë. Është shumë e randë. Mandej kur u ktheva, me lot në sy, me të kallëzu drejtë, me lot në sy, se tepër pa të marrë malli, s'musha mu knaq, mu ngi, si thënë. S'musha mu ngi. Ja vren edhe vijat e ftyrës babës në që isha sytë shumë plak. Po, shumë. Isha atë fëmijën atë kushin që u rrit. Po, shumë. E di sikur kështu të ka nalë koha, tak? Po, bash. Edhe ke këcy mas 5 vjetë. Mas 5 vjetë, po. Krijon një farë vakumi, krijon një farë habije emocionale, një nostalgji të thellë, pa pame, kështu një mërzi. Po, ashtu është. Mos t'ja nisi tash, mo emocionu se Po, unë emocionoj. Po s'po kajna. Jo edhe kajo edhe 5 pares ja. Seriozisht, jo. Unë jam profesioni jam është i tillë që edhe vetë natyra ime që nuk kam nevojë më shit as i fort as burr ashtu që stoik. Njerëz vjen krejt edhe jam gjithmonë emocioni du me fol të vërtetën. Ajo që e ndjej mundom ta shpreh ashta ndonjëherë s'moj me shpreh mas miri që duhet. Se edhe të mungojnë edhe fjalët, të mungon pi emocionit, po unë e di që kam qef me fol të vërtetën. Se ato e di ndjesi që shumë mas 6 vjetë kur ja kom pa babës do ftyrën, i kish dru, ish plak. Po, ashtu është. Edhe nana, e të kuptu. Ata dhe ma shumë janë të sidomos prind. Po, ashtu është. E të rejton ma randë. Nuk e din so dojnë prind dhe so ki fëmi vetë. Ta ne kupto që shok një pjesë e të në ka nik jashtë. Në atë ko ka nik plot, sidomos nga Prishtina në Angli kanë shku shumë. Shumë në Angli ka pas atë. Shumë. Si më konë, se pa ta shku në atë 6 kom shku në Londër me shetit pak. Ja, i ke taku shok. I kom taku shok të atje, kom pasi shok te për mirë menci, që pa jetoj ke në Londër në atë ko. Dilësha me ta, si me dalë Prishtinë. Krejt shqiptar. Krejt shqiptar. Shumë. Këtë atë Prishtinës, këtë i njëfsha. Si me dalë në Kurriz. Interesant, shumica e shqiptarëve në atë kohë, në Angli kanë dalë veç Prishtinës. Shumica. Normal, ka pas fush Kosovë, qytete tjera, po shumica kanë qenë Prishtinës. Është imigracioni që e kanë zgjedhë Anglinë. Unë mendoj që ka të bëj pak edhe me muzikën. Ka influenca muzikës për shembull dhe anglezët, gjithë ato bendet që ka qenë. Prishtinën dëgju, është ajo koha e stripave të jaman që kanë lexuar stripa. Ka qenë një devizë e madhe edhe ka qenë një lidhje me Anglinë. Anglia u posi veni ma cool, ma in. Edhe u konë, edhe është, edhe çaja ka ndiku që kanë shku. Po, ç'është është. Shumë gjenerata tumbo na morë besnik. Ku nalesh me menu. Çdo 10 vjetë që veç po shprasin, po ikin. Po, shumë fatkesi është. Që kam po, njerës kanë qef me jetu ma mirë po ka njerë nuk e din qysh është na tjetër. Ata mendojnë që po me shku në Amerikë, me shku në Kanadë, Gjermaninë, Zvicër është jeta shumë ma e mirë po duhet edhe me punu. Duhet me punu, pa punë s'ka kur gjo, pa sakrifica s'ka kur gjo në jetë, po. Do e kuptojnë, ma vonë, që edhe në Prishtinë nuk është keq, edhe në Kosovë nuk është keq, ka ta mërmene që ka vështërsitë e veta. Po vend mu përmisu aty ka shumë. Mi po shpresoj që bon problemi tash globalisht u bë keq në të naut. Këtu është problemi. Po, shtrejnë gjithka. Gjithka. Do mos të ja gjën çarën. Po, edhe në Prishtinë po thonë këtë shtetu, edhe në Kanadë këtë shtetu, edhe në Amerikë kjo është për tonë botën. Kjo është global, nuk është vetëm një shtet. Në thonë ai se shkoj diku në ka mirë për shembull. Unë mendoj që vetëm shtet që ka mirë kështu, hala që po marr në Evropë ose Zvicra. Po. Që kanë sistemin e ruajnë, ndoshta edhe pavarësinë edhe financiare, po edhe që nuk janë ta filuar me NATO, këto janë dihet që shteti më i pavarur që 700 vjet. Po nduket vetë që ka mirë. Këto tjerat krejt janë në trysni të madhe. Se unë pisho po ikin, plot të rrit po ikin, po vinë këtu po takoj sidomos nga Mëmëdheu, nga Odeu i unë i dashur, nga Shqipëria, po vinë plot të rrit i takoj. Edhe që është e keqa, po vinë njerëz që janë mirë atje, kanë pas një punë. Edhe ma të vjetër, jo krejtë, pak ma të vjetër. Edhe po dojnë me provu, po gjithmonë bari është ma i gjelbër të Ashtu është.
Po nuk është mo. Ka zonë më thaj, po. Bac, si dhuti. Baci më ma provojnë. Bari këtu ka zonë më djeg, më bo sërnisht. Bash. Po du më këthy në femiri, Besnik. Po. Pi Prishtinës tash. Është interesant, fëmijët cilë ti kanë pas prind, ose një prind ose dytë nga Malizi, që kanë jetu në Prishtinë. Po. Ta ka marrë një lidhje, se ja kanë pas një aqë, jo i kanë pas gjyshin. Po. Nëse jo gjatë tërë vitit, po s'paku verës kanik atje. Është. Se kujton ti këto, si fëmi? Po. Për çdo verë shkojshim 3 muaj, mas më njerë, si kryke shkolla, shkojshim në Ulqin, 3 muaj. Do mo ti verën e ke kalu atje. Këtë verë. Vitet 70-a, vitet 80-a, kur ka pas turistat Gjermanat ko. Po, bash. Turistat Gjerman ka pas atër. Po, për çdo verë kaleshim 3 muaj në Ulqin, për çdo ditë në plazh. Mas plazhës ktheheshim shpe, hajshim, delshim në qytet, në disko, si që të rinia, deri so më shelke disko, e mas disko, su ktheheshin shpe, në kam, një orë abaj ke mu këty në kam, nesërmen, në autobus, në plazh prap, për çdo ditë që ashtu. Ke pas ti kusheri atje dhe... Po, kom pas shumë shoqni, Po, edhe shoqni, atër ka pas shumë rini, edhe në katunin tonë, aty në Bratic. Edhe kusheri kom pas shumë, aty familje shqiptare, shumë fëmijë, shumë kusheri, shumë shok, po, kom pas shoqni bagit mirë. Ka fundi verës, merë ke malli për Prishtinë. Merë ke malli për shokët e mi, veç kujtime kom tepër të bukura, prej Ulqinit, prej Prishtinës, si shtashtë më parë, me gjithse i këna pas atë anën tjetër, që ka qenë si shtetë policor, prapë se prapë i kena mbjetu ato, prapë se prapë jena knash, prapë se prapë i kam ato kujtimet e mira. Ka qenë i bukur në atë ko Ulqini, si dhe mos vitet 80-a, thua që ka pas shumë turist. Ma i bukur ka qenë atërë se është ashtë, fatkesisht. Ku bësh i plazhën? Plazhën, mas shumë të shkojshim në një plazh me gur, është Kativari, është një 10 kilometra prej Ulqinit, është një plazh i thojnë Bushat, ose Utjeha i thojshin sërbesht, veç baba em si thojke Utjeha, asese. Bushat i thojke? Bushat i thojke. I Bushat live. Si kështu kone? Po. Ai vendi, ai katundje ka emnin Bushat. Plazha, këta malezes i thëshin Utjeha. Mirë po ja baba e për kurse thërke Utjeha. Gjithë të thërke Bushat edhe na. Zëshim i thora, apo shkuera në Utje. U shkuera në Bushat. Se fëmit lokal, Ulqinak, normal nuk jena as plazh vogël, pas të madhen. Po. Pas të pishat që të ishin. Po. Ka pas mundësi të këtu, po ju i kini pas venet e ju, i kini ditë ku. Po, na shkojshim ata vendasit, edhe vetën e konsiderojsha Ulqinak, Shqiptar, Kosovar, Prishtinali, krejt përzime. Po, shkojshim që aty në Bushat, mandej, ka një shkojshim në plazh të madhe, pak me ndryshu, plazh vogël gjatë verës nuk shkojshim kërë, se tepër kushva aty. Ka pas shumë njerëz, që të tonë ngarkume. Po, aty Ulqinak mas shumë të shkojnë në shtator, kur ikin krejt turistat, mandej e shfrytëzojnë plazhën e vogël. Për veti. Po, për veti. Po, shumice e rasit në Bushat, mandej pak edhe në plazh madhe, plazh vogël jo. Edhe te pishat, po, shojshim te pishat, te Albatroset, te Galebi. Albatroset, te Galebi. Po, te Galebi, aty, po, aty. Është e vërtet që ai vend ka domon, po. Të bon mu, këta që kanë probleme me sinë, ose këto, po. Ajri, kuptohet edhe uji detit me kryp, ajo ka gjithkun, ta shkojsh kryp deti, po, pse e bon ma interesant atë vend? Qka ka ma mirë aty, që dikon të këto? Nuk di aso, edhe baba jam kujtohet baton që është një farë ajri që i bon mirë trupit, frimarjes, i ndihmon. Tash nuk kujtohet bash, çfarë materiale, çfarë materie ka atje. Qindja o zonit me natë, se diçka, thuhet që kanë shku, këta sidomos që kanë pas probleme me migrenë, masnej edhe me sinos probleme këtu, që i kanë ndihmu, ose që kanë pas probleme me frimarje. Po, qashtu është, po. Tashi,
Unë për vete jam kona aty, jam gla, po nuk ka që kum pas nëj nevoj, shka po e kum një vetën mirë aty, më kanë qetë sytë shto shesha HD, high definition. Po, rrezik aty edhe, du të më konë shumë notari mirë aty. Po, se zakonisht du të me kësy për shkameve, du të me qenë notari mirë, po, për ndryshë veç ujë është, diçka I pasë, shishe peshit poshtë. Po, si kristal. Kristal. është tepër i bukur. Tash, ajo fryma që e re, plazhën e madhe, halo që ashtu, a u konë edhe në atë ko, frymë gjithmonë. Po. Mbas dite kështu su në atë ko. Mbas dite gjithë që ashtu është. Mi bështë edhe seni mira, se tash ka shumë si kitesurfing. Po, që po mirë, po, kitesurfing, po. Po, me kajta. E këna për këtë në shqip kajt. Nuk e di që që dhe shqip, pranoj. Po, se vloja mirë është ato me kitesurfing. Si dhe i bac? Balon, po. Ato janë balona, po, surfing, po tash. Po. Tash ka shumë atje, tash shumë e popularizuar është ai sporti i kitesurfing. E përpara s'ka pas. Është interesant ndarja që u bo. Se edhe sa dhemshme është, sa afër është Velepoja me Olqinin. Edhe sa është afër Rana Hedhësh në Gjini me Velepojën. Kudar është me menu se u konë mollë ndalume, s'ke mujtin, ato më bunës me kalu. Edhe sa afër është Olqini prej kufinit artificial aty. Po. Në më shpirti, sepse unë jëmë konë njëherë krejt në Velepojë në ditë, një 2 ditë, po ma shumë më kara me shku në Shëngjin se Rana Hedhën. Ajo fryma që e re, plazhën e madhe, mas dite. Ajo pak intensiteti i ullet kur vjen të në Velepoj pak. Edhe në fund nalet të Rana Hedhën, atë pohizën e fundit e një të Rana Hedhën. Edhe unë e sarë ullem aty dhe thëmë që ki po vje pjollqinit e era, po na përshëndetin ullqinaktë. A përshë? Ven i bukur, vëtë zoti që ka ditë me kriju. Bash. Sidomos, për Shëngjinit, Velepoja, Buna, Shkodra Manalt, Ullqini më rëthin. Kunaresh me menu, gjëna që së është me një ven. Bash. Kanë ditë ku me data, dhe kanë marrë djathën, shumë mirë kanë data. Bash, që është. Shtetë mërshme. Se ka familje që kanë betë në 2 anë dhe kofinit dhe si unë pa një kod gjatë. Po, që është. E kam unë e Simon Shkrelin, e kam një kolega aktor. Preadën e kam rena do më në Shqipnis familja, po kanë me 2 qysh, 2 qysh në 900, ka studiu në Prishtinë, aktrimin mas lutës, po tash jeton Shkodër. Super. është një kombinim që aty jem. Tani është aja pjesa zona ku shkon të Kopliku, në altë me dalë atje të Hani Hotit. Veni bukur, veni bekum, sidomos Shkodra, Parajs. Sa afër je konë, po që s'ke mujt me shku, as ti, as unë, as kërkush ata s'ka mujt me arë. Po, më kujtojt që këshishim televizorin e TV-shën për para. E kapke aty, Po, e kapke. Sa shumë lartë, do më, sa për i bjenë, sa kilometër është, bastje 30 kilometra në duke, da? Aty dikon. Shkodra, po, krejt afer. Krejt afer. Po, na kapke televizori këshishim për malim. Zati malë. Po, na pas një farë mendimi që Shqipnia ka qenë vendi bukur, vendi mirë. Vetë shumë i zhvillon. Po, deri sot qenë mas ne. E kuptu mas ne që. Po. Dhe ju bo disa të mira, po edhe ka qeni në trysni. Po. Unë menoj që i kam bo eksperiment me Shqipni në fuqit e mdha. Kalon ka unë të shumë që shpo mbjetë një shtetë vetë, kështu me forcat veta. Së të mos mas vitit 69. Se e thojnë edhe këta tregojnë që ka shkutu boma keqe, tu shtrengu se embargo, ekonomia nuk u konë që duhet. Edhe ajo është një histori e tmeshme, po nuk do të futmi në ato. Jo, si në historian. Jo, po edhe është, unë mu më dhema e mu futë, se ta është ka të preksh dhema. Po, që është. Dash kështin e fugë, dash madhin dhem. Na vesh po dojme po një Shqipni matë mirë, matë konsolidume dhe matë bukur. Sa ma e fort Shqipnia, krejtë shqiptarët kërë janë përreth me më dheo, do jenë ma mirë. Shumë është të thjeshtë. Po shpërse që do bëhet. Po, është. Ose me patë bashkimi kombëtar, do ishte edhe ma mirë.
një pasaport, a besnik? Po, Njëjtë, si Vancouver, Montreal, një pasaport, do ishte e mira. Mirë, besnik, du me të pyet për Vancouver, tash. Çka ke studiu ti në atë kohë kur erdhe? Po. Kur erdha, studiova këto psikologjinë edhe kriminologjinë. Do me thonë, shkoa në u regjistrova në Universitetin e Simon Fraser, i thoshin. E ka emrin. Simon Fraser University. Aty regjistrova, aty diplomova me Bachelor of Arts. Bachelor of Arts, ashtu Bachelor of që Arts. 3 vjet programi. 4 vjet. 4 vjet, 4 vjet me psikologji edhe kriminologji. Do më thonë, kryesore ka qenë psikologjia, mandej kriminologjia ka qenë si minor. Major në psikologji, minor në kriminologji. Do më thonë, i mora dy drejtime. Edhe gjatë asoj periude, në lindi ideja për mi bashkangjit shërbime korrektus të Kanadës. Do më thonë më njerë mas... Bugjeve, do më me qenë si lloj gardianin aty, po? Po, bugjeve të Kanadës. Edhe aty më pranun në 1997 për shërbim korrektus të Kanadës. Edhe aty kom punu 3 vjetë e gjys. Gjatë asoj periude, 99-ën, si që dini dhe vetë, ishte bombardimi i NATO-s kundër Jugoslavisë atër. Po. Nësë të këtohet. Atëherë mora vesh që ishin do ekspert kanadez edhe anglez që kishin shku në Prishtinë, në Kosovë, për me ndihmu Kosovës me themelu shërbimin korrektus të Kosovës. Po, sa atëherë burgjët këtë ishin shkatrume prej... Po, gjithçka. Po, këtë ishin shkatrume, si gjithçka tjetër. Unë mora vesh edhe kontaktuava me ata në Otav, edhe i kallëzova kush jam për Prishtinës, jam Kosovar, edhe thanë, mos keni dëshirë na bashkangjit. Ti kishe qef më bashkangjit? Shumë. Edhe, me njerë, edhe atë vetë, edhe atëherë mas me njerë, as një javë ma vonë, kur më thanë ata që aprovojnë, as një javë ma vonë, unë e në Prishtinë. Në vendindje. 99-ën apo vitin? 99-ën. Do mund t'je pas ke përjetu Prishtinën me njerë mas luftës? Me njerë mas luftës. Ajo është koha që s'kthehet kur mo? Po, bash. Atër s'kishtë rrima nalke, gjithë ujë s'kishke. Po veç ndjesie liris, kështu? Jom knaqë. është më këthy në vendin tënd, e më ndihmu vendit tënd, mas luftës, mas asoj situate, mas ati gjenocidin ndaj popullit ton, nuk muna me më përshkru, ndjenjen. Ti u pranove si antar i ekipit ekspertëve kanadez. Po, ekspertëve kanadez. Do më tonë si staff internacional, pjesë e staffit internacional. E sa të karo me ndajt aty? Aty kom nejt 8 muj. Është eksperienca ose përvoja më e mirë e jetës teme. Aty s'ka dyshim. Pa marrë parasysh karrierën e policisë që kam pas tepër të mirë, që ato 8 muj kanë qenë të papërshkrueshme. Nuk mund shme këtë, ato gjithë kom i përkujtu një jetë. Dëmon, edhe këta ekipi kanadez tjerë, ty të kam pasi më një lloj mbështetje se unë e foqë edhe gjurë. E ke njohë Prishtinë, e një vendin, plus i një mentaliteti kanadez, dëmon, ke qenë ndërmjetësuesi i mirë në atë drejtim. Po, edhe mandej mund të caktun si drejtor të rekrutimit dhe trajnimit të gjithë stafit burgjeve të Kosovës. Mandeja nisëm, sa të s'kish kur gjabë, është dash me anis prej fillimit, s'ka pas kur gjajq. Mandeja unë i mora shumë ka marrë dokumente prej Kanadës, i përkthejsha në anglisht. Po më në Shqip i ke përkthy? Më falë Shqip, për anglishtës në Shqip, jau adaptojsha ligjeve Jugoslavisë atër, sa atër me një mas luftës i përdorshim ligjet Jugoslavisë deri sa u ndryshojshin këto ligjet
Ma vonë. Ma vonë. Po. Mi po natë kohë... Të shke me kriju diçka që me fillu puna. Po, se me, kër i lexojsh ato ligjet e Jugoslavisë, nëse i lexon, ato janë të mira. Jo, letër ato kam foli, po, veç në shpirt, po dhe atër kom pas... Ata si kanë net aty në letër. Sidomos dhe shqiptarë. Po. Unë po folësh këto ligje për burgje, për këto ato. Anë teknike do më që... Po, mi këshira ato të mira ishin. Do më thonë edhe qatë dritimi këna pas, mi përdor ato ligje për atë kohë. Si bazë që me fillu më shtu. Po, si ka qenë eksperienca kanadeze? Janë knaq, me të vërtet. Ka pas punë kështu, sa du, 70 një punë ishim. Veç shumë janë ditë mirë se ardhën prej popullit shqiptar, prej popullit. Shumë dashni ju ka. Tepër. Ata si mësu kështu mi dashë. Po. Megjithëse Kanadez u komutu shumë, Kanadez i dojnë gjithka. Ja, janë turt, janë të mirë, janë pranushëm, janë open-minded, dorën zame, Kanadez janë, për këto du të mja dhonë dore, nuk janë para gjykus, janë qetë, edhe kuro vjen një moment nuk të ofendojnë, të që ta gjujnë basi. Të kërkon falje, edhe nëse është faj i të. Edhe nëse faj i të. është e fort, të mirë janë, dorën zame. Po, që aty, alisëm prej fillimi, prej kur gjojq, me intervista, me pyetjet, i themelojshim edhe pyetjet, me testim, me shkrim, me referenca. U kriju domon ato 8 muaj ditë i kontribove. Çfarë ndodhi mas 8 muajve? U ktheve në Kanada? Po, u ktheva. Domon u kryu ajo sapat çaj mission. Po, unë kryva, mandej erdhi dikush tjetër prej Kanadës me Zavencu. Po. Edhe ti u ktheve në Kanadë. Po, u ktheva në Kanadë. Kishe prind gjallë në atë kohë? Po. Ishte një knasi për ta që u ktheve. Shkova najta në banes teme. Edhe e konë djali ri, po mdogët. Po i halo djali ri. Po dhe te pri, 27 vjet i kom pas. Halo faj brek, 30, Po, mu më qitë drejtor, ta çfarë drejtori unë. Kam pas nevojë, su kanë gjithë tjetër. Ke Kanadën ka lypë, ka unë ti për nga duesh. Jo konë zërë, se më ndryshë jo. Janë zërë, janë konë. është e ditën atë kohës, se ku kanë mujtë me gjithë tjetër. Po. Vështë kom ka, ekipin e kom pas diçka, ekipin lokal e kom pas diçka fantazi. Tepër të mirë, tepër punëtor. Kej punojshë me zemër, me pasion. Veç policia tash edhe këto të gardianve. Po. U mendoj që janë me një nivel ko gjatë mirë në Kosovë. Po du më këthy të policia këto. Po. Për momentin, çfarë pozicioni ki? Tash, në anglisht i thonë staff sergeant, si rreshter i shtabit. I shtabit, po. Në ashtu diçka. Ti e fund polici kur, mbasi që e ke kry prej Kanadës? Po, kur jam kthy prej Kosovës, 2000-ën, vitin 2000, mandje mas nga 6 muajve më kanë pranu në policinë e Vancouverit. Do më thonë 2001-ën jam pranu nga policia e Vancouverit. Tash, a e hisi polic, e hikështu me uniform? Po. 9 muaj është akademia policore, 3 muajt e parë jenë në akademi policore, mase 3 muajt e ardhshëm mandej jenë rrugë, në mentorim polici më tjetër me përvoj, mandej kthesh prap në akademi 3 muaj më vonë, do më thonë 9 muaj është krejt. Por ti ke qenë kandidat perfekt për ta, se me përvojën që ke pas Kosovë, plus që ke kry psikologjin, kriminologjin, plus që ke qenë si gardian, që ke... Dëmon, overall, si thujnë, si paket, ke qenë kandidat i mirë për mu fut polic. Po, ashtu kam vlerësu ata. Edhe, po, jo, po du me dalë këtu që se koncepti i policisë që është në duket Shqipni, po në Kosovë paka shumë e di ma mirë që do të shumë ajri më bo polic. Ta këtu mund është me kry një fakultet dikon, me moshën 26 vjeçare me apliku më bo polic, është sistemi pak ma ndryshe që shpranohesh. Tash, mas 9 muaj dite, ti u bone me uniform polic i policisë e Vancouver. Edhe ti ke dalë me kolegun ton, patrolla këto, se duhet me kalu këtë fazë për me kalu dikun tjetër. Nuk mund është veç drejt mu. Sa ke qenë me uniform kështë? Jashtë? Jo shumë, 3 vjetë, vitën e parë kom qenë në pjesën
perëndimore të Vancouverit, që nuk ishte atë shumë, s'kishte punë atë shumë. Ka punë gjithmonë, ta mërmendja. Po ishte pak më lehtë si zonë. Po, pak më lehtë. Mandej, mu jap rasti me ju bashkangjit një si tjetër është një vend në Vancouver i thonë Downtown East Side. Aty ka drogirasha, ka Vendi trafikanta, i tmerrshëm që gjithçka ndodh aty. Po, fatkeqësisht është ndër vendet më të këqija, po mendoj ndoshta edhe në Kanadë. Se ka shumë si ka qenë 100 vjet që është ajo zonë e tillë. Ka shumë vite, ndoshta 40-50 vite që njerë patëm fillu si vend për alkoholista, shkojshë me pi alkohole, ka pa shumë alkoholista në atë kohë, mandej erdhën drogat, mandej drogat ndryshme, droga artificiale, sintetike. Tash është pak ma mirë, po prapë është ndër vendet shumë që aty e kon aty kom dash me shku vetë. Vetë e keni, taksiratën e pas keni vetë. Po, se kom qef përvojët ndryshme. Edhe më pranun. A ka çadra në rrugë ende aty? Çadra ka pas shumë, kur kom shku në atje tash herën e fund, para 4 vjetë, kom shku si në pozitë tjetër, ta marrë mendja. Në atë kohë nuk ka pas. Kur je fund fillim, vitin 2000. Po. Vitin 2003 kom shku aty. 2003 kom nejt jo shumë, se prapë se papi kom do zhivca i thojshim për parë. Nerva. Nerva që më duhet me ndryshu saret. E ke dëshirën me dhoni një kontribut, me boni ndryshu. Po, dhe me ndryshu saret. Edhe për veti kom qef me shku prej, mos me nejt me një vend një kohë gjatë. Kaloj një kohë, kur një më mdokët te për mirë, knaqëm, në atë kohë e ndi si më duhet me ndryshu, se kur këshirë mas e mrapa, mdokët so mirë, i kom do memorje te për të bukra, edhe për Downtown East Side, që është vendi ma i keq në Evropë, jo në Evropë, po në Kanadë, prapë kur mendoj tash në atë kohë, kom kalu te për bukur. Ashtu, ja kom fillu në atë mënyrë karierës teme dhe kom vazhdu në qashtu. Domon, 9 muaj akademi, mas 9 mujve akademi, ke kalu 3 vjetë ke punu si polec. Si polec, e mas 3 vjetë dhe... Në atë zonën më të butë, më të Vancouver, ku ka qenë anën e kundër. Mas ne kom kalu, po 1 vjetë e gjysë aty, mas edhe 1 vjetë e gjysë të Downtown East Side. Mas asaj kohë, kom apliku për njësinë antidrogës. Aty kom punu 5 vjetë. Do më këtë qenë oficer kështu si DA? Si detektiv. Detektiv 5 vjetë në njësinë antidrogë. Aty shumë më ka dohë interesant, si gjithë shkojshëm as i hetojshëm krimet e organizume, këto grupet, individ që merreshin pjesë në ato krime, ka qenë përvoj tepër e mirë. Do më një konë detektiv që i thëjnë të në Kosovë civil. Civil i thëjnë. Po, që i rivishëm kështu. Po. Ade supposat që në konë të isha normal edhe ti e konë atë njësitin antidrogës. Po, antidrogës. Si ka qenë e përvoj? E tepër interesante. Shumë e konë rrezik në? Po tash, puna e policisë do është e rrezikshme, se është një fararsye pse policët kanë armë vete, kanë ato pancirat, i thëshë për para. Po, antiplom, po. Bac antiplom i thonë më bëja, po? Na e kënë thonë pancir, mos në vetë qatë shumë. Po, është... Po, je lekun, antiplom, po? Po, që është natyra e policit, mirë po prapë se prapë na i kena të trajnimet, i kena shumë zhvillume, që na dina më mbrojt, edhe dina më mbrojt kolegë tonë edhe popullin. Ka guidelines që thonë. Po, kena trajnime, kështu që kur nuk jom ndi në rrezik. Po, veç u dasht me investigu, me i këto, pytja aty, do mon... Po. Ato në borë që qitë në fotot, këto, me për cilë, surveillance. Po, surveillance kena po shumë, dhe aty mësosh, si me për cilë këta kriminelt, veç mos me të pa ata.
Tash ma thuj, a e kon pjesën ai raid, që thënë, ta që ju shku me njësi speciale. Po, shumë herë. Do më ti vesh me farmerka dhe i ki ata të njësi speciale. Po, i ki ata, na i thona, SWAT i thonë, SWAT i thonë në anglisht, atje në Amerikë, këtu i thonë ERT, Emergency Response Team. Po, ata kanë qenë pjesë e jona. Do më ata në frontline që shkojnë aty i thejnë derat e hinë, e ju jeni support staff gjithmonë. Po, na i bona këtë dokumenta gati, na i marrim autorizimet prej gjykatësve, për search warrants, po. Mirë, po jeti kena të autorizim, na shkojnë atje pa i pas autorizime prej gjykatësve. Me rregull ashtu shkon. Po. Pa u liru nga gjykata nuk ka drejt më të fut policia kështu me të kontrollu. Jo, veç nëse është rast urgjent, po, kena drejt. Nëse o rast urgjent. Nëse është rast urgjent, dikush është rrezik tjetër. Po, ashtu është. Atëherë kena për detyrë me pështu jetë. E çështi i veshun kështu tamam me xhinsa edhe ato i lekë. Po, vesh ka dush. Edhe mush me vesh maicë dhe shorts. Si na vër filma besnik. Ato në real stuff se unë kum qellu një herë me një vend. Kum qellu ka zonë taksirati me një vend. Nuk është ka hiç kë swatimi. Trishtuna ka në kup qilës bërtit, get down. Po. E kanë kap djalin 2 metra kështu për flok, as 1 sekundë që e kanë shtri për toke. Po. Ata edhe të mbaj edhe të shtrum, do më nuk ka pas aty lëvizje shumë me marë frym. Po. Nëse fati më kom pak ma largë, s'm kanë kap, më kanë menu që jam tu kalu, po nuk e harroj ato, e kom pa live aty ju metë. S'm kanë ndodhë kurrë, se këto raste i shohim na për televizor. Po kur e sheh rallë që ato ndodh, ajo do më është mos e vërtet që dej. Po punë në gabim edhe mundët me marr plumin tjetër, se aty ata janë do më gati. Se s'dihet nënën tjetër mund dikush me gjujt. Po. Amo po thu e kon shpesh herë në për këto. Po, shumë herë, shumë shpesh. Mirë po prap është i kena njësit speciale për çdo send polici. Është policia Vancouver, për mu është policia më e mirë në botë. Do më ti e krenar që e pjesë. Po qëshjo. Edhe tjertë në polici, në agjenci tjera policore, unë pres për tëne që ata e dojnë agjencinë e tëne, so e dojnë policinë e Vancouverit. Për mu ka qenë shumë e mirë, unë shumë i knaqëm jonë, si që thashtë me pare, kom bo me pasion, halaj bëj me pasion e du shumë, ta kësha pasë një jetë tjetër, njëtën sëndë e kësha bo. Po, a ka policë shqiptar atje? Në polici Vancouverit jo mi vetëmi, edhe unë nuk e di që ka pas do njerë, mirë po prap policia Vancouverit është për mi 125 vjetash duke ti ka bo. Si institucion. Po, si institucion. Nuk dija ka pas, s'kom një huri, veç tash për tash që so jam në aty 24 vjetë e gjys, s'ka i vetëm shqiptar. Mirë besnik, tash po kalojnë tek shoqata. Po. E di që kur kem fol, në telefon ke thonë që i ke qenë i ftuar diku në Amerikë, që edhe në Amerikë ka shoqatat e prezër shqiptar. Po. Na thuj, si erdhi kjo inspirimi që edhe ti fillosh me këtë shoqatën këtu? Po. Vitin e kalum janë nisa me përcjell në rrjetet sociale, shoqatën shqiptaro-amerikane të zbatimit të ligjit. Në anglisht i thonë American Albanian Law Enforcement Association. Janë nisa me përcjell, më duk shumë interesant, kishin shumë aktivitete filantropike, i ndihmojshën policisë Kosovës, policisë Shqipnisë, edhe këta janë në New York. New York e kanë bazën. Bazën, po, edhe? Kryetari asoj shoqate është Elton Shametaj i Shqipnisë, edhe mora vesh nëpërmjet rrjeteve sociale, pas që kishin një event në New York, më duket që ke me 4 ose me 5 tetor të vitit kalum, 2025, edhe kontaktova me Eltonin, thash, jena kam edhe një koleg dhe shokun të matë ngusht, që është polic në Vancouver me RCMP, Royal Canadian Mounted Police. Jena shok tepër të ngusht. Edhe kontaktua, emnin e ka besnik edhe, do më tonë 2 besnika. Do më tonë, nëse ki emnin besnik, garant mu shumë bo polic. Pese i dhe, djali besu shumë. Po, kontaktua me tonë njërë, thasha, do më shku në New York, gala kishin,
edhe tha po më si jo, edhe u taktova me Eltonin, tash jena 2 polic, kena dëshirë me ardhë në Gella, tha po më si jo, shkum Gella, u takova me Eltonin, na pretën jashtëzakonisht mirë, si në shtëpi tonë. Tamam, 2 shqiptarë, po vinë, edhe plus policisë, ju e keni një farë... Po, kena një farë vllaznilloku që i thojnë kështë po, me zveti, ja dini dhinte, munoni gjithmonë me gjithmonë e mbështetin njëri tjetrin. Po, brother in arms që i thojnë. Po, pa marrë parasysh, po, edhe mos me qenë shqiptar, me qenë polic, shumë ja dina çat përvojë kena. E dina çfarë në për çfarë sfida kaloj, po, e ndihmon njëri tjetrin shumë. Po shkova aty në Gella, po të hajë shumë mirë, edhe më kujtohet edhe venin e kishim pru prej Kosovës. Edhe ma dha masi në fund natës na dhan ka një shishe ven të Kosovës. Travecit. Po, Travecit. Çaj vendi më i mirë në botë. Po. Për vena. Çashtu mendojnë ana. Çashtu mendojnë ana. Mos i vet italian të francez. Jo, me ça francez. Çadina po, çadina. Po. Me rëndësi najin. Po. Që aty tu fol me Eltonin, janë nisë me bisedu, tash pse s'pe krijon ana një shoqat tillë në Kanadë. Dhe mendojsha sa shqiptarë kanadez që janë polic në Kanadë, 4 vjet tjerë i kom njoft në BC, me RCMP edhe me BC Transit Police. Edhe unë. Do më thonë 5 vjet krejt, tash. Sa mund me pas në krejt Kanadën. Edhe pja filloj. Unë me Besnikun bashk. Fillu mi gjetë kontakte. Ja fillu më kontaktova me zotri Kadri Dakaj, konsulin i Kosovës, po. Edhe mas ai na ndihmoi mi kontaktu disa këtu në Ontario. Edhe vetë në për rrjetet sociale, ja fillu më edhe unë edhe Besniku tjetër, mi gjetë, ja nisëm mi gjetë bajke, 1, 2, 3. Dal nga dal, që ashtu prej gojës në gojës. Po, të folë, këtu kalëzu është të një djallë që të shqiptare, po. Këta e të është me t'i Ontario Provincial Police, dhe po një tjetër, që ashtu... Sa dole dhe tash, para përse? Tash jena gati 30 vetë, prej 5 vetë, jena bo 30 vetë, mirë po tash, kjo është veç fillimi, se dje kena bo inaugurimin e shoqatës. Zyrtarisht u formu shoqata e policëve. Po, e kena të regjistrume në British Columbia, si jo fitim pruse, po, dje kena bo lancimin, tash kështu që për çdo ditë për na lajmërohet, se dje e gjetëm një oficere në Alberta. Shqiptare, edhe ajo na u bashkan gjetë, kështu që për çdo ditë për na rritet numri. Kastrioti a ke dje? Po, edhe Kastrioti ka qenë. E përshëndesim, shoki. Po. Edhe e ka punu punën tonë. Po, da është nga si njësie. Po. Kështu që shpresoj që kom rrit numri, si që ashtë me pa, nuk është veç, nuk kina të kërku vetëm polici, janë të kërku zbatues të ligjit. Okej, ta formulojmë njerë. Po. Përveç policëve, shoqata juve është interesuar që të ketë në të bon antar, edhe ata që janë si gardian burgu, ose që në anglisht quhet prison guards ose correctional officers. Correctional officers, aje provincial, aje federal, nuk ka rëndësi. Edhe tjetra në këtën Border Patrol. Po, kënë CBSA, Canada Border Services Agency, CBSA. Ashtu quhen. Ta që i kontrolloj pasaporta që me ditë. Do me thonë, gjithë që janë, këtu i thonë peace officers. është një dezignim që thonë oficeri paqës, si quhet. Oficeri paqës është peace officers, je si oficeri betum në Shqip i bjen, sworn member. Po, antari i betuar. Po, do më thonë duhet mu betu ose në Bibel ose në Kur'an ose edhe në kushtetut. Po, ashtu. Atëherë unë i bëj apel gjithë ata shqiptarëve që jetojnë në Kanada, në çdo provincë, nëse janë në këto 3 profesione ndryshme, në policin, kudo që është provinciale apo federale, apo janë si gardian bukët që të correctional services, ose border patrol, të lajmërohen në Facebook, të mundohen të gjejnë shoqatën, sepse kjo është e bukur që edhe lidhet e juve me policët në Amerikë Shqiptar,
Edhe bashkëpunimi më thellë që edhe një ndihmës më dhon edhe policë e vllazërit tanë atje në Shqipëri e Kosovë, kjo është diçka se na gurën gur bëhet kalaja besnik. Ashtu është. Sicili me bë punën e vet, nga pak është mirë. Fundit një ndihmës nesër kushdo që ka nevojë ose që ndodh një problem, një këshill më dhon dikujt si antar më të vjetër se keni edhe përvojën. Kjo është një mision shumë fisnik. Faleminderit. Edhe shumë besnik. Ashtu është. Kështu që unë ju uroj shumë sukses në këtë. Edhe besoj që e falenderojmë edhe konsullatën dhe stafin e aty që ju kanë akomoduar dje dhe u lansu kjo shoqat, po është për të mirën e çdo shqiptarit që punon në këto 3 profesione. Sa më shumë, aq më mirë. Edhe unë tjetra, unë ju uroj shumë juve shëndet. Gjithashtu. Mbarësie, begatie, sidomos të keni një punë më të mirë se çdo polic është në line of duty, është në rrezik. Edhe, si më thonë, ju uroj shumë fat, një punë të barë, edhe juve gjithve këtu shqiptarë policien, po edhe të tjere, kanadezë, po në këtë rast ne po flasin për shqiptarët, edhe shqiptarët që jetojnë, punojnë në Amerikë, po edhe në Shqipëri e Kosovë. Ashtu është. Edhe Zoti ju rujt se pa juve s'bëhet. Faleminderit shumë. Besnik ishte kënaqësi. Gjithashtu. Të falenderoj që erdhe, edhe e di që ja shumë larg dhe do të udhëtosh sot, po ne jemi shumë të lumtur që të kishim. Faleminderit Gjimi, faleminderit për mirëseardhje në këtë ambient tepër të bukur. Nostalgjia më njerë më kapi, si hypa këtu. Me plisa, me veshje kombëtare. Krema faka. Edhe me Hyneshën Fran. Simboli i Prishtinës. Simboli i Prishtinës. Po ato e kanë gjetë diku afër Olimpianës, ka që vogël, është në muze. Unë jam i gëzuar shumë të falenderoj, ja. Edhe të uroj shëndet edhe respekt. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Grazie. Bac, falenderoj.